Ky është mëngjesi i javës së fundit, është shumë i shijshëm dhe mund të them që krijon varësi, kështu që kujdes kur ta përgatisni dhe bëni subscribe edhe like videos. E lofshi sa më bukur. E kanë shumë situatë delikate këtë marrëdhënien e tyre. Edhe nëse ne do të çedoj, edhe do të përkeqësohet ndjenja, që ndonjëherë edhe përkeqësohet vetëm kur është e një anshme. Nuk besoj se e kap finalen. Nëse vazhdon pa sens reflektiv brenda. Në qartë. Por që nuk i bie zhvillim gjë. Nisa na thuaj diçka se është një marrëdhënie me shumë interes për publikun kjo. Jo si Loredana, Ola, Valbona, ka shumë interesante tani që shkut kjo Ola. Ç'pëlqen ka Ola? Pëlqen te kjo dyshe e këtyre. Tani u bë katër ata po. Për të reflektuar edhe ky djalë Jozi, kjo i bën mirë ndonjëherë një marrëdhënie që Të kuptoj ku qëndron. që të kuptoj ku qëndron. Megjithëse Dhe do e ftoj edhe te podcasti jote. ah, çaj, kom që do vi prap.